Nën kontraktorët e firmës Mapco vjojnë protestën tashmë prej rreth një jave përpara kantierit të aeroportit të Vlorës, edhe këtë të hënë, nën kontraktorët nuk janë lejuar të hyjnë në brendësi të kantierit, ndërsa përpara ambienteve vjojnë të qëndrojnë forcat e sigurisë dhe efektivët e policisë, të cilët nuk lejojnë punonjësit të futen në zonën e punimeve. Vetë nën kontraktorët kanë vijuar protestën paqësore ndërsa janë ende në pritje të vendimit të gjykatës lidhur me situatën e krijuar. Ata shprehen se punimet e tyre janë kryer në masën rreth 90%, ndërsa ka mbetur shumë pak për të dorëzuar plotësisht. Për një javë, ata nuk lejojnë të hyjnë në kantier dhe deklarojnë se brenda ndodhen ende jo vetëm mjetet e punës, por dhe sendet e tyre personale, të cilat nuk kanë arritur t'i tërheqin. Nën kontraktorët theksojnë se do të vjojnë protestën, pasi pretendojnë se kanë mbetur të papaguar për punën e kryer gjatë 2 muajve të fundit. Ne jemi pllakashtrues. Kemi marrë direkt, jemi kontraktor me Mapetexin, edhe kërkojmë domethënë nga ana jonë mos bllokojnë punimet të pak deri në momentin që të përfundojnë. Nuk ishim shumë punë aty, maksimumi 10 ditë përfundonim çdo gjë. Nga ana jonë domethënë si pllakashtrues, të mbyllim situacionet, se problemi është te situacionet. Ne kemi bërë gjitha atë punë, nuk kemi marrë lekët. Duam domethënë që të na jepet një afat kohor më i gjatë, që të mbarojmë dhe punën, të mbyllim dhe punën dhe të marrim dhe pagesat tona, sepse kemi dhe materialet tona aty. Kemi veglat. Ne jemi përafërsisht tek 90% të punës. Kemi dhe një 10% që akoma domethënë që të përfundojmë komplet. Po vetë thuaj si 6 apo 7 ditë protest. Çfarë ju kanë thënë? Çfarë do të bëjnë? Asnjë gjë nga pala e vijas, domethënë asnjë gjë nga pala tjetër për të hyrë brenda. Biles kemi dhe sendet tona personale plus veglat, po kemi dhe sendet tona personale që kemi në përxhepat e rrobat, domethënë në rrobat e punës. E nuk ju kanë lënë fare. Nuk na kanë lënë, edhe deri te këtu te porta është problem. Jo më që të futemi Ju brenda. nuk keni kontratë me Vjen apo me Mapco? Ne kemi direkt me Mapetexin. Direkt me Mapetexin. Dështa që protestoni sot, deri ku kanë ecur vizetimet? Ne kemi një javë nga dita e honë sot, se ne nuk na lejojnë të vazhdojmë punimet në kantier. Nuk kena asnjë përgjigje. As nga dyja grupe, as Mapco nuk ka përgjigje, sepse dyja grupe ka bllokuar. Ne kërkojmë nga shteti shqiptar, na jap drejtën, të marrim punimet tona, të marrim pagesat tona, që kemi bën në terminal. Ne po na bëhet një padrejtësi e tmerrshme në kontraktorëve, se nuk na lejojnë as shkojmë te materialet tona, as shohim materialet tona, a janë, si janë sigurta. Është një tmerrje vërtet. Çfarë punimesh po bëni? Bëhet punimet e rifiniturës, maga, boj, janë të veshje dekorative që po bëhen në terminal. Po dhe ato po thuaj se ne kemi të marruar. Dhe në çfarë faze keni shkuar? Po thuaj se minus 95%, 5-6 ditë punë kemi pas. Për ta dorëzuar objektin edhe për të marrë pagesat që kemi bërë kontratë. Tani ne kemi ngel mes 4 rrugëve. Sa pagesa keni po marrë? Nga kush i merri nga Mapco? Nga Mapco. Janë 2 stacionet e fundit, do të thotë prilli, maj që jemi sot. Flasim me prit nesër vendimin e gjykatës të lartë. Po edhe shteti po na tregon shumë padrejtësi. Po na trajtojnë jashtëzakonisht keq. Ju e keni pa vetë se keni qenë këtu. Do të vazhdojmë protestoni? Do vazhdojmë për punën tonë, për djersën tonë, do vazhdojmë deri ditën e fundit. Unë vetë s'po kuptoj. Unë si drejtues teknik duhet me qenë me ekipe tashti tu vazhdu punimet atje. Pasi punimet jena në fazën përfundimtare, edhe këto ekipet si po e shihni, edhe ekipet nga Kina kanë ardhur për mi kry punimet e fazës tyre që i kanë, si dhe ekipet nga Shqipëria, nga Kosova, që i kanë punimet e ventilimit, keramikës, do punime finale që ka jonë, edhe këto kinezët me punën e llamarinës i kanë detale finale aty me konstruksion metalik edhe, po kena pengesa nga sigurimi këtu edhe policia. Ju jeni drejtori teknik i punimeve? Drejtues teknik, po nga ana e Mapcos. Dhe në çfarë faze jeni të punimeve? Punimet janë tashti në fazën përfundimtare janë punimet në fazën e elektronikës aeroportit, në fazën e një pjesë të pllakave të keramikës, ndriçimit aty ku, edhe jena në përmbyllje punimeve të terminalit, saj përket terminalit, se zjarr fikse, objekti godina e zjarr fiksës dhe
godina e Kullës veç kanë përfundu punimet aty. Nën kontraktorët e kompanisë Mapco vijojnë të protestojnë dhe deklarojnë se do të vijojnë protestën e tyre, ndërkohë që prej një jave nuk lejohen të hyjnë në kantier. Forca të shumta sigurie dhe policie janë në hyrje të kantierit, ndërkohë që nën kontraktorët kërkojnë të drejtën e tyre, si dhe tërheqjen e mjeteve të punës dhe sendeve personale që kanë mbetur të bllokuara në brendësi të kantierit.